Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri. ACTV unë Luigi Gjokaj bashkë me kamermanin ton të njoftër Metën do të përcjellim këtë ngjarje të rëndësishme. Sot për të parën herë në emigracionin ton, në diasporën ton, do të përkujtohet Lahuta e Malësisë. Lahuta para pak kohë ka hyrë në UNESCO. Dhe kjo është një ndellë dhe krenari kombëtare. Prandaj sonte shoqata adhëtare Malësia e Madhe ka përgatitur këtë tubim ku do të flasim për Lahutën e Malësisë, ku do të këndojnë lahutarët e komunitetit dhe do të keni rastin të ndjekim drejt për drejt nga kisha Shënpalit, nga qendra kishës son, pra sot me 28 mars nga kisha Shënpalit, televizori i komunitetit shqiptar, si çdo herë me ju dhe pranë jush, ACTV, do ta përcjellim këtë ngjarje, na ndiqni në vazhdim. Një natë që i kushtohet Lahutës sot shqiptare, këtë instrumenti që përfaqëson një nga simbolet më të lashta dhe më të çmuara të identitetit kulturor shqiptar, i cili në dhjetor të vitit e kaluar zyrtarisht u shpall pasuni kulturore jo materiale në UNESCO, duke u përfshirë në listën e mbrojtjes urgjente. Ky art i rrallë, i rritur e i ruajtur ndër shekuj në hapësinat tona malore e fushore, përfaqëson një shtyllë të rëndësishme të kujtesës kulturore kombëtare. Lahuta bashkë me eposin e kreshnikëve dhe baladat e traditës veriore ka qenë përherë një mjet i fuqishëm i përcjelljes së virtyteve të trimërisë, qëndresës, besës, nderit dhe mikpritjes. Kjo traditë fisnike është trashëguar brez pas brezi në Malësinë e Madhe, në Dukaqin, Malësinë e Gjakovës, Rugov, Drenic, Plavë, Guci. Një koqire kësaj mbrëmje është shoqata atletare Malësia e Madhe në Michigan, e cila për 24 vite me radhë vazhdon të iniciojë e përkrah aktivitetet të shumta në shërbim të ruajtjes dhe promovimit të kulturës dhe identitetit tonë kombëtar. Andaj, kam nderin të ftoj në skenë kryetarën e shoqatës atletare Malësia e Madhe, zotnin Anton Toni Gojçaj, për një fjalë përshëndetje. Të dashur vëllezër e motra, nderuari famullitar Dom Fred Kalaj, profesor i nderuar Franc Amaj, përfaqësues të mediave, përfaqësues të shoqatave, shumë të nderuar dhe respektuar lahutar, të dashur bashkëvendas, miqë dashamirë të kulturës sonë, zonja dhe zotrin. Në emër të shoqatës atletare Malësia e Madhe, kom nderin e veçantë dhe të kënaqësinë e madhe t'ju uroj mirëseardhjen më të përzemërt në këtë mbrëmje, ka s'do me thanë se për të gjithë nevet pra natën e lahutarëve. Sonte jemi mbledhur së bashkut për të nderuar një ndër shtyllat më të forta të trashëgimisë sonë shpirtërore e kombëtare, Lahutën dhe lahutarë. Ata që me përkushtim, dashtëri dhe sakrificë e kanë mbajtur gjallë ndër shekuj zerin e historisë sonë. Lahuta nuk është vetëm një instrument muzikor, ajo është një rrëfim i gjallë i së kalurës, një kujtesë e lavdisë, e sakrificës, e dhimbjes dhe e krenarisë së popullit tonë. Përmes tingujve të saj janë përcjellë trimëritë e kreshnikëve, betejat për liri, besa, nderi dhe virtytet tona kombëtare. Lahutari ka qenë gjithmonë më shumë se një muzikant. Ai ka qenë historian, poet dhe ruajtës i identitetit tonë kombëtar. Kjo mbrëmje merr një rëndësi edhe më të madhe sot, ku Lahuta dhe tradita e saj janë njohur edhe vlerësuar edhe në nivelin ndërkombëtar,
duke u bërë pjesë e trashëgimisë kulturore e mbrojtur tashme në UNESCO. Ky vlerësim nuk është vetëm një nder për ne, por edhe një thirrje për përgjegjësi, që ta ruajmë, ta kultivojmë dhe ta përcjellim këtë pasuri të çmuar tek brezat që vijnë. Sonte, me shumë respekt dhe mirënjohje, përkulemi para lehutarëve tonë të nderuar që me mjeshtrinë e tyre e kanë mbajtur gjallë traditën tonë. Ju jeni ura lillëse e së kaluarës dhe e së ardhmes, frymëzim për rinin dhe krenarin për kombin tonë. Prania juaj sonte e bën këtë mbrëmje edhe ma mallshtore. Shoqata Adlëtare Malësi e Madhe ka pasur gjithmonë si qëllim ruajtjen e promovimit traditës, kulturës dhe identitetit tonë kombëtar. Dhe aktivitetet e këtilla janë ndër mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen tonë me rrënjet dhe për të pasuruar jetën tonë kombëtare. Si dëshmi e kësaj është edhe mbështetja financiare e shoqatës sonë në rastin e hapjes së kursit për të rinjtë e Malësisë për të mësuar lahutën çiftelin, fyllin të udhëhequr nga maestro Agron Plumaj, pra tashti në Malësi. Një falënderim të veçantë për të gjithë që kontribuan për organizimin e kësaj nate, bashkëpunëtorët, mbështetësit dhe çdo person që lanë kontributin e vet, sado të vogël për realizimin e këtij aktiviteti, për të cilin pa ndihmën e të gjithë juve nuk ishte mujë të realizohet. Falënderim të veçantë si të therë për qendrën tonë Kishën e Shënpalit, famulitarin Dom Fred Kalaj, kryetarin e Këshillit Xher Shkollën Lajçaj, për mbështetjen maksimale për realizimin dhe organizimin e këtij aktiviteti. Këta jo vetëm se mundësuan pra sallën falas, por ndihmuan edhe mënyra të ndryshme ku kien gjithë mos bashkët me ne për këtë realizim dhe për këtë aktivitet. Për çast i falenderojmë, jem shumë mirënjohës, me shpresë gjithherë të jem së bashkët në aktivitete të ndryshme dhe të këtilla. Falënderim të veçantë për Dimitër Skordileva, apo siç e njohim ne më mirë në komunitet Dino Skeri, pra një njeri bujar, i cili të gjithë ushqimin që po shihni aty që kem ushqyer në tashmas të programit, e ka dhënë falas për këtë natë dhe donacion për shoqatën Adlëtare Malësi e Madhe. Për këtij venit, në emrin tim, në emrin të gjithë juve, e falenderoj zemërsisht. Gjithashtu falenderoj nga zemra të gjithë ju të dashur të pranishëm, që me pjesëmarrjen tuaj dëshmoni se tradita jonë jeton dhe respektohet. Prania juaj është dëshmi e gjallë e se kultura jonë nuk harrohet, por përkundrazi vlerësohet dhe forcohet në çdo ditë e më shumë. Le të jetë kjo natë jo vetëm një fest, por edhe një moment reflektimi për rrënjet tona, për identitetin tonë dhe për detyrën që kemi për të ruajtur ata. Le të mbushet kjo sallë me tingujt e lahut, me emocione të forta dhe me krenari që na bashkon neve si popull. Ju uroj të gjithëve një mbrëmje të paharrueshme, të mbushur me art, kulturë dhe dashuri për traditën tonë. Me qenë se kemi këtu prezent sonte profesorin e nderuar Franc Samaj, dua t'ju njoftoj se nesër pikërisht këtu në këtë sallë ku jemi do të bëjmë edhe promovimin e romanit të tij Kthimi. Ashtu që shoqata Malësi e Madhe ju të gjithëve sipas dëshirës, sipas mundësive që të merrni pjesë në promovimin e këtij libri. Nuk mundi me të kalua pa me përmend as shoqatat tona të nderuara si në komunitet si dhe jashtë saj. Sonte në bashkëpunim me ne dhe në përkrahjen tonë, në mbështetjen tonë, i kemi pothuajse të gjitha shoqatat e komunitetit
por kemi edhe shoqatat tjera nga Toronto, nga Kanadaja, Vindzori, ku dëshoj që të gjithëve t'ja përmes emnin për respektin e tyre që kanë lanë dhe me të gjithë anëtarët e tyre janë gjithë prezentuar dhe këtu. Pra kemi prezent shoqatën Kosova, Kelmendi, Kastrati, shoqata shqiptare e Vindzorit, Jehona e Malësisë, Mirdita, institucioni shqiptaro-amerikan, Goja, shoqata Rapsha, shoqata Besot tek diaspora dhe shoqata Dukacini. Lutem t'i përshëndesim me një durë trokitje për mbështetjen dhe për bashkëpunimin. Merë fund, ju përshëndes gjithëvet, dash zoti që gjithëherë u tokoshim në aktivitetet e këtilla për të mirën e komunitetit, për të mirën e vendlindjes e për të mirën e kombit shqiptar në përgjithësi. Ju falenderoj. Dhe për të na folë ma shumë për ngjarjen që na bashkon sot të këtu, kemi të ftuar profesorin, gazetarin, redaktorin, studiusin dhe shkrimtarin nga Malësia e Madhe, një ndër figurat më të rëndësishme të kulturës shqiptare në Maltezi. Ai njihet për kontributin e jashtëzakonshëm në edukimin e shumë brezave të malësorëve, të zhvillimit të mjeteve të informimit në gjuhën shqipe në Maltezi, si dhe për veprat e tija letrare që sjellin me realizim, ndjeshmëri dhe thellësi botën e Malësisë, historinë e saj dhe dramën shqiptare ndër shekuj. Ndër të tjera, me të ndjerin Gjergj Gjokaj, është bashkëhartuesi dy teksteve shkollore që dhe sot janë në përdorim në shkollat shqipe në Maltezi. Bashkëthemeluesi shoqatës Ilirikumi, e po ashtu organizator i konferencës shkencore e përkujtimore me rastin e 90 vjetorit të vrasjes së Dexhelulit e të tjera. Zonja e Zotri ftoi në skenë profesorin, redaktorin, publicistin dhe shkrimtarin Zotnin Framcaj. Të nderuar zonja Zotri, përshëndetje të gjithë dhe të pranishëm, një falënderim të veçantë për shoqatën avdhetare Malësia e Madhe që ka organizuar këtë tubim të rëndësishëm, mendoj për Lahutën që, si që tha edhe kryetari i shoqatës, hyrin në ombrellën mbrojtëse të UNESCO-s në fund të vitit të kaluar. Falënderim edhe lahutarëve të pranishëm, por edhe atyre që nuk janë këtu për kontributin e madh të tyre që ta ruajnë eposën shqiptar dhe ta zgjojnë nga agonia në të cilën kishte ra që është një gjysmë shekulli apo më shumë Lahuta dhe eposi kreshtikëve. Nuk jam studiues as ekspert i artit muzikor, por megjithatë do të them disa fjalë nga njohuritë e mia modeste në këtë takim kushtuar pranimit të Lahutës shqiptare në institucionin më të rëndësishëm në botë të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore të mbar njerëzimit. 4 vitet e fundit të shekullit kaluar ishin të rëndësishëm për folklorin shqiptar. Me 22, në 2022 të vitit të kaluar, një grup studiuesish shqiptar organizuan dhe përgatitën dosjen për UNESCO dhe ata ishin Vaso Tole, Shaban Sinani, Rigen Halili, Armando Hysa dhe Susan Oge. Në këtë vit ata e dorëzuan në UNESCO dosjen dhe ishte e mire përgatitur në mënyrë që përgjigja ishte e shpejt vetëm pas 9 muajsh në dhjetor të vitit
2025 u erdhe lajmi I mirë se është rënuar. Ka dhe dy raste tjera, në vitin 2022 pranua Gjobleta në UNESCO dhe ky ishte një rast pashtu I rëndësishëm duke ditë se Gjobleta është aq e vjetër, por edhe një dokument ndër dokumentet kryesore të cilat tregon se shqiptarët janë të bitë e ilirëve dhe gjuha shqipe bie e ilirishtes. Në vitin 2024, do të thotë 2 vjet më vonë, pranua dhe vallja e Tropojës, vallja Tropojës një ndër vallet më të bukura shqiptare që vështirë që do të gjendet në një tjetër e atij lloji të konkurrojë. Do të thënë se kishin shqiptarët, ekspertët shqiptarë kishin humbur besimin se Ljahuta shqiptare do të pranohet në UNESCO për faktin se më parë ishte pranuar Ljahuta serbe. Ata me skeptikët madje edhe I mallkonin përgjegjësit shqiptar si lejuan që Serbia të na marrë parasyve tonë këtë Ljahutën edhe eposin tonë. Mirë po, me pranimin në UNESCO u vërtetua se as Serbia dhe as kusht tjetër nuk mund ta marrë eposin dhe Ljahutën e Malësisë. Ljahutën shqiptare në vërtet, jo Ljahutën e Malësisë, mos t'i përzihen me të fishtës. Tani ka dhe interesimin nga Kosova që plisi të futet në UNESCO dhe Kosova I ka bërë thirrje qeverisë shqiptare që të angazhohet për të përfshirë edhe plisin në listën e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s, me që Kosova nuk është pjesë e këtij institucionit dhe nuk pranohet ndryshe. Kur është fjala për Ljahutën, Ljahutën tonë duhet të thënë se në mars të vitit veç folja për atë pjesë. Më falni se kam përzirë me bakë. Duhet cekur se që në vitin 2008 një grup studiuar që shkosovar në krye me Zëmer Nezirin nisi përgatitjet e eposit të kreshnikëve për të dërguar në UNESCO. Neziri, deri në vitin 2016 arriti të grumbulloj materiale për 15 vëllime dhe me mira minuta të incizuar, por për shkak që të përmendura pak përpara se Kosova nuk ishte pjesë që I dështoi konkurrimi dhe është e paqartë se pse organet kompetente të Shqipërisë nuk e morën mbi vete këtë detyrë që ta paraqesin ata në UNESCO. Çka është Ljahuta? Ose Ljada, si që quajnë malësorët në dy anë të kufirit. Ljahuta është një vegël muzikore, kordofone, me një tel e përdorur në rajonet dinarike të Evropës lindore. U shfaq kur lindi gojdhana kombëtare, pra eposi heroik dhe u qëndroj besnik ekskluzivisht këngëve të kreshnikëve. Ljahuta dhe eposi janë dy pasuri të pandashme, por të dyja këto nuk mund të ndahen as prej disa trashëgimive të tjera materiale, shpirtërore e natyrore, si që janë kulla, bjeshkët, oda e burrave, plisi, edhe ritet e ndryshme, ritualet, festat, gëzimet, veshja tradicionale, ligjërimi etnografik e tjera. Ljahuta përbehet nga një kas druri. Do të mundohet të besoj se e di një roman mirë se unë. Kjo është kasa. Që thotë kasa e drurit, men është një zgavë recelu,
e mbuluar, kjo zgavra është mbuluar me një lëkurë e regjur si pas mundësive e dhis. Ajo është me mira. Dhe ka rëndësi kjo, lëkurë ka rëndësi sepse kjo e prodhon zërin, nuk e prodhon kasa, ose zgavra mrenë, por e prodhon lëkura. Po thonë, mund të jetë edhe lëkurë tjetër, mund të jetë edhe lëkurë tjetër, ndër një kasë tjetër, por kjo është kryesore. Kasa, kjo pjesë tjetër, deri të pjesës bukurose, quhet bishti, nuk e di, nuk duket bëllë. Emri përshtatshëm, por ashtu. E quhen, për nga gjatësia, si pas lahutarve, është sa kasa, aq edhe bishti deri të pjesë e sipërme. Kështu ka një, kjo është, thonë, teli, por nuk është na i thonë leq, përdoret korta ndryshe, lidhet me dorëzën, ose kuj, si që thonë disa, kalonën për mbi kalin, ose kamalet, si thonë dukagjim, dhe lidhet në fund për një të dalë e drunit. Të gjitha këto janë komplet lahuta është prej drunit zakonisht, prej drunit të forë, por që qeljet zgavritet lehtë. Është arret, është pajet, druve djetër klasisht, prej pjesë e sipër me ajo është pak më e rëndësishme. Dikur ka qenë e zbukuruar me gjarkën dhe si pas besimeve mitologjike para Krishtit është besuar se gjarkëri është mbrojtës ose rojtari i shtëpisë. Edhe unë kam rrit, ka thonë vjetëri që nuk duhet të vrisni gjarkën, sepse është mbrojtës e shtëpisë, por gjendin mënyrën se si të largohet nga shtëpia pa e vrarë. Një metodë, një mjetë ka qenë ndezja e vajgave, papla thonë në mënësi, vajgave të thata, ato lëshojnë një erë, të cilën gjarkë nuk e ka durua dhe është largohet e shmija si pas besime. Kjo është, ka qenë një besim mitologjik i ka hershëm dhe është përcjell deri në brezat e Evropë. Ma vonë, ka dominua koka e dhisë dhe konsiderohet se ajo, si pas një farbesimit, është dhia e egër brijartë, e cilja ajo lloj dhia mbron zanat edhe fuqinë e tyre të mitologjisë ranko shqiptare. Jo romanko, por iliro shqiptare. Tjetër çka ka lahuta, ka dhe zbukurime tjera, ma vonë ka dominuar kjo përkërnarja e Skënderbeut. Në Kosovë, sot përdoret edhe ma shumë figura e herojt atë bjasarit, ka dhe zbukurime tjera të herojtve, të trimave, të burrave të tjerë, por këto janë kryesore që përdoret. Ka dhe edhe vizatim me zbukurime të ndryshme. Këtu nuk është por pjesë e lahutës është dhe harku. Harku i provon nga, ose në mëllësi qëtë resa që i dihet lahutës, është zakonisht prej brejnë thupre thane që lakohet lehtë, por nuk thyhet.
ky teli, që nuk më duket se është të përshtatshme ky emër, kryesisht është punua prej fijeve të bishtit të kalit dhe mbrapa është vendosur rëshirë prej pishës egër për ta hyrë, për ta fërkuar rresën, sepse ka shua zonë më të bukur. Që ka saj përket lahucëve dini për ma mirë se unë këtu. Thash përpara, cilësia tingujve nuk në varet prej zgavrës, as nuk në varet prej telit, nuk në varet, por varet ekskluzivisht prej lkurës, rejgjën. Lkura e rejgjën, e thavë, e mirë, e pastruar dhe shtrëguar mirë, zakonisht me kuj e sa punja drumi, gjithë ka se rrëth. Me lahut, këndohen kënd të epike kreshnike, sidomos në zonat ku kënd këte kreshnike vazhdojnë të ruhen ende. Rapsodët vazhdojnë të këndojnë kënd epike heroike të cilat simbolizojnë karakterin e malësorit, gjithësisht të shqiptarin, burrin, trejmërin, e guximin, besnikrin edhe besën, që janë edhe karakteristikat kryesore që veçojnë popullin tonë nga të tjerët. Lahuta është një dëshmi e lashtë kulturë artistike, sepse këngët e shoqëruara me lahut përgjithsisht ngrejnë lartë traditën, kultin e të parëve, historinë dhe ngjarjet e lavdishme të popujve ndërshekuj. Rapsodët me lahut u këndojnë heronjve dhe udhëheqësve për të lartësuar veprat e tyre me frymë epike dhe historike. Janë kënduar dhe ende këndohen me lahut këngët si për muajin e Halilin, Gjetova Shomujin, Arga Umerin, Ymeragën, e Ulqinit, Aga Umerit, si që kemë gjojtë na, por me lahut këndohen edhe këngët nga epi i njoftun shqiptar i Gjershvishtës, gati të gjitha këngët e lahutës këndohen edhe përcjellën me lahut. Është karakteristike se me lahut janë përcjellë edhe vajtimet, disa, jo të gjitha, për vajtimet e meshkujve dhe të femrave, sidomos atëherë kur ka vdek ose është vrarë ndonjë emri i njoftun, dhe me këtë rast kisha përmend vajtimin që ka mbet një ndër më të njohurat në letërsinë popullore shqipe, vajtimin e Ajkunës, që vajton të birin 7 vjeçar që ishte vrarë pas një qëndrese heroike në dikun në Lugjet e Verdha. Ai ishte i biri i Basha Gjetomuit dhe baba i vete kishte varrosur në Lugjet e Thella dhe ishte këtu në shtëpi për t'i treguar të shoqës fatin e djalit. E shoqja Ajkuna, por merr vesh tragedinë që i kishte ndodhur, merr rrugën natën për në Lugjet e Thella dhe vajton dhe gjithë rrugës vajton, por kur afrohet atje natën i malkon tushkym drita aty dhe hanë që smaqove atë natë një fjalë, Lugjet Verdha shpejt me dalë bashkë me djalin me hinë i varë. Kjo pra është një prej vajtum për këngëve lirike të ciklit të eposit popullor. Përgjithsisht, rapsodi është interpretues, është edhe improvizues e njëkohësisht edhe krijues i këngës. Në pjesën e malësisë madhe, në malëzi, e me sa duket edhe në viset tjera të Shqipërisë, tereni, hapësira e lahutës dhe eposit ishte ngushtuar dukshëm tash më shumë se 20 shekullin.
numri i lahutarëve zvoglohet gjithnjë më shumë, ashtu si edhe kur nuk ka lahutar, nuk ka as këngë pike, nuk këndohen. Mendimet janë të ndryshme, por disa mendojnë se shkaktarët kryesor për ngushtimin e kësaj hapësire janë Qyftëlia dhe Sharkia. Ato kanë zënë vendin e lahutës. Disa të tjerë, edhe mendoj edhe unë ashtu se e kanë hapësirën e tyre kanë ngushtuar këngët arktuese, këngët rap e tjera, rinia dëgjon shumë më tepër ato se sa lahut nëse Qyftëli nëse ashtu. Mirë po, një shkak tjetër e përmend shkrimtari dhe zhurtari njoftur shqiptar Martin Camaj, kur thot shkaku është se lahut arrin pushon varur në tra, migja ka vdek mot, e nipat nuk din mera. Kjo është një vërtet, shtu e përshkruajnë në një posi. Si po, kemi nga ana tjetër, lahutarin e njohur Major Nikolnik Krelaj, ose nuk dënë, ose nuk pajtohet, por ma parë nuk dënë të pajtohet me fakt, prandaj e shkruan një këngë të cilën edhe e këndon, hej ku je lahut shqiptare. Do të thonë 2-3 rreshta prej asaj, kush ka thonë se ke mbarua, kush ke thonë se ke mbarua, kush ka thonë se je harrua, ke jetua prap jeton, ke ushtua e prap ushton, mal për mal shkon të shkëlqyje, roja Shqipet rindikëllë është, në disa vargja shumë bukura, Nikola është një këngëtar i njohur, unë Zefçova, një muzikant i njohur në një intervistë para disa kohë, u shpreh se nuk besoj se ekziston një zan, se një krele dik më tjetër. Kur e kam dëgjua, tha, atë zan, kam bet i habitun, thë. Gjenerata ime dhe më të vjetër se unë baj me të mirë që gati çdo shtëpi, çdo familje është varë lahuta në mur në një vend të caktuar dhe të dukshëm. Mirë po, edhe jo vetëm se në varë, por dhe i kanë ra lahutë dhe i kanë gënduar të gjithë të moshuarit, sidomos deri në një boshë. Janë përdor ndasma në manifestimet të ndryshme dhe kur i ka këndua dikush, pa marrë parasysh, a ka qenë lahutarit i mirë apo pak ma i dopë, ka mbretëruar një heshtje absolute dhe ma në fund janë e kanë uruar, të lumë goja, të knofë zemra, këto kanë qenë urimet më të përzemët, po kanë qenë edhe të shtena me armë, jo rrë. Do me thonë është qmurë lahuta në të kohë, por si kësta që ka duke heshtur. Qka të them tjetër, kemi pas mjaft lahutar, në të kaluarën sot ka shumë ma pak, bile u befasova kur më tha kryetari shoqatë se do t'i kemë 10, po janë edhe një 15, tha gjithsej, si që duket lahutarët që kanë qenë në mëllësi, kanë ikën emigracion, e atje kemë vetë pa ata. Dhe pa që atë djallin goj që dita kur e pa që kisha mendua se ka qenë atje. Ka dhe të tjerë, është edhe një grua që vlen të përmende, është nga Shkreli, gjomëturie, Nona e është në duke të shuhet. Ka dhe këto atje Viljash, Plumi, Ram, Dëllapi, Rifat, Brati e disa të tjerë. Në fund,
kisha thënë, kisha dëshiruar vërtet të realizohet propozimi I shoqatës së lahutarëve të Shqipërisë, të cilët në një tubim shkencor në Shkodër propozojnë Ministrisë së Arsimit që lahuta të futet si lamë mësimore në shkolla. Nuk e dija a është e mundur të realizohet ajo, por do t'ishte mirë, ndoshta jo vetëm lahuta, por së bashku edhe instrumentet të tjera, si lamë të përgjithshme. Më vjen mirë që në Malësia shpall një konkurs për të rinj, sa dëgjova tonin, është letësua, disa të ri e përcjellin, jo vetëm nga Malësia, po më duket, edhe nga Plaba, edhe nga Kraja, e përcjellin atë kurs, të cilin e drejton Agron Plumaj, një djalosh I ri, me origjinë nga Kelmendi, është aktivist, muzikant dhe punëtor I paljoshëm. Kisha pas ende me folë, por bela dhe të prova, ju falenderit për heshtin, që dëgjohet ashtu se qëtash e kanë dëgjohet lahutën dikur, edhe ju dëgjohet fjalët e mia me vëmendje, takoshim përsëri në rastet të këtilla dhe në të Tani rallën e ka të ftojmë në skenë familitarin e kishës tonë, se Shën Palit, Don Fredin Kallet I thonë 2-3 fjalë për shëndetje. Kjo fredukërisht e mirë se na bashkoi Zoti, ju përshëndes tanëve, faleminderit për pjesëmarrjen, faleminderit profesor për prezencën tuaj, për me të vërtetë një që I dhani përshkrim të mrekullueshëm për lahutën. Po du me mënyrë të veçantë, du me përshëndetje me falenderu shoqatën Malësia që e ka shtri aktivitetin e saj deri edhe në ta fushat e artit, kulturës tonë të thellë shqiptare. Faleminderit gjithashtu se ju kishim mujt me e banket të bimin çfarë besojnë vendin tjetër, një sallë tjetër, po këtë zgjellë kishin e Shën Palit, me kanë sa ashtë qendra që ju traditën, thënë, edhe që e bashkon popullin tonë shqiptar të në migracion. Që me thamë, profesori e filloj, kur tha që nuk jam ekspert, po du me thamë disa fjalë modeste për lahutën, është me vërtet një instrument jashtëzakonisht shumë I vjetër, lexohet edhe në testamentin e vjetër, duhet me pas shumë parasysh, për shembull thot, I knu me këngë, thot, me harpe me lut. Dhe vë thanë jam të shku fillet e mreti David, dhe vë thanë 900 vjetë para Krishtit. A shumë e vjetër. Në fillim të fillimit, veglat muzikore kanë perkusionit, dhe vë thanë me shkapet drujt, ose mira gurve e me gjana të herë ma vonë, a zhvillu edhe partë me përmjet shigjetave, të I pas harpën e shigjet, s'ka ardhe ideja për marrë lahuta, si që përmend edhe profesori për I bishtit Kali, edhe atë harpën si puna e heshtë se e shigjetës, për me dhanë timuj. Pja është një diqa me të vërtet jashtëzakonisht shumë e vjetër, përmendet në shumë vende, shifet në shumë vende të botës. Për shembull ju dini se pod, në gjuhën shqipe, dhe më tha një vendin ngritur. Edhe kur tojmë Mesopotamia, që është koha e Irakut, sot me distiget e Eufratit, dhe më thanë vendi që jam midis dy podeve. Pra I thonë Mesopotamia. Adin ka rraj shumë të thella edhe atje. Ashtë me të vërtet, ba me dasht taman, ba me dasht me forma dhe sigurin e plot, adin e populli shqiptar ma një pjesë të madhe, të kësaj trashëgimnie për lahutën, që është edhe si kanë kanë atë alimentation, që kanë shëshnu kanë të vajit, e në fillim edhe atër ma vonë kanë ardhë shëqnimi kanëve epike. Thashë edhe nuk jam ekspert në këtë anë, por është me të vërtet e lavdërueshme që shoqata Malësia e manë gjallë këtë traditën tonë të mrekullueshme, që ja përcjellin gjeneratave që vinë. Kjo se nuk e dina prej ku vim, s'kena me mujtë me ditë ku jena. E atëherë është ka me kanë tepër e vështirë për me ditë se ku do na me shku.
kena rajt dhella, kulturët, kena gjana, do të thënë, gjana të mrekullueshme, shife për shembull kanga polifonike që është në jug të Shqipërisë, është kanga e parë që mundet me kenë në botë, një grup njerëzish pa instrumente për me kënu, kanga polifonike është në vëmendjen e tanë, artit botnore dhe studiot jashtëzakonisht shumë. Edhe njëherë janë gjarpni që e përmeni profesori, vjen prej Biblës, ku artin me riba, Zoti i thot Mojzehit dhe në gjarpni, një shtyll, ku shdo që ta shofin gjarpnin ka mu shnosh. Pra ne mehet edhe të ambulancat, është gjarpni, një fjallë që është instrumenti i shërimit. Edhe pra ne është vu në kohë të përpashme, është vu dhe të lahuta, pra ka një lidhje, adin që është judeo-kristiane, ka lidhje shumë gjatë, që populli shqiptari ka rajt atje, në adina shumë mirë, që Shen Pali ka ardhe në Miliri, edhe ka prediku nidhin në gjuhën aramaike, në gjuhën që ka kemë në atë kohë, edhe atëherë në gjuhën shqipe. Pra ne ka në ardhe këta simbole të mrekullueshme që janë shpreh, adin të lahuta, edhe si e ta profesori ma vonë atëherë është këthy të aja e dhis, të kryt e dhis, që edhe kryt e dhis ka prek një lidhje të fortë, sepse që në panë, jo që dini mitologjin, ka një person që ka pas trupin e dhis, edhe pjesën e të ka pas njëri. Pra ne në kjo se shkon Cezareni Filipit, aty ku Krishti i va than Pjetrit, keme kanë zëvendësjen qëtë Panea, ose Cezaria Filipaj, qëtë Panea. Pra panë dhe më thanë është ai Zoti i blektorisë, ka kanë Zoti i blektorisë, ka kanë me kam dhije, me tanë për me trup njërit, gjysë trup njërit, edhe gjysë dhijet. Pra ne me kanë se lahuta ma shumë a përdojnë presin malore, ka një edhe kjo simboli i dhis, për me kanë kryt e dhis, edhe ma vonë atëherë si e përmeni profesorit perfekt, ta këthy të Shqipja, ka në vu Shqipin për komtarë dhe atë janë ma vonë, edhe figurat tjera. Unë për veti kisha thamë për ata që mërën me lahutën, edhe e nërtojnë këtë instrument, mas me mujtë me full gjana të reja. S'kisha me leju, kisha me thamë me majtë atë nërin e vjetër originale. Kam lexu një studim që flet për veshjet e grave në Shqipni, edhe kishte marrë dhe profesoresha 3 persona. Kishte marrë në jugun, gratë si veshjen e njug, kishte marrë zadrimoret edhe malcoret. Edhe thot bame, pa thot veshjen e grave njug, thot ashtë shumë ushtarake. Ashtë e tërheku na mledhën, e ka rrypin këtu, mi lidhë janë të mledhuna, edhe kanë si që dhota që me mujtë me nga vrape me hypin male në radhë. Kjo thot e se shef, thot e uniformën, thot e zadrims, ashtë uniform punëtore, ashtë e gjanë, me mangë gjata, me boqe, se ki fut mollat të artat, kastaveca, gjanët, një pas, i kanë qitë vetëm 2 flokë, po përpe kanë mjullë balin. Vetëm të malësoria që këtu vjen keqë, që e ka vëmë aty, edhe këtu e kam lu, kanë shkuj, kanë shtu dhe gjana, që e kam lu me këtë. Në Romë, në Gjerqin e vjetër, vetëm vajza mretit ka pas mundësi për një qitë flokë për para. Tanë tjerë ka dashtë me mlu, me faculetë. Vetëm vajza mretit ka kanë, kur thëmë Greqia janë pelaskë, taman Greqia vjetër është ku është Kreta, a ishulli që është afer Egyptin. Adem pranej vesha e gjupletës e grusë malëcore a qujtë royalty, a qujtë mërtnore. Sepse asë nuk mundesh me luftu, asë nuk mundesh me punu me gjupletë e më ata. Ka kanë vetëm e najtë drejt, i ka pas flokë ka shurrejla këtu për para, fi dhe mu me kja sipër, adem edhe ka diftu, ka net me durë kështë drejt, edhe ka kanë e ranë, ka kanë e pasët, me arë, me gjana, edhe ka qujtë royalty. E kam fjallin, kër i shof ka i herë, që veshen me gjubleta, me këta fidon e shtojnë do ruba, i mledhin do gjana, mës ta prishim atë, që si a prish atë, që që ka vu aty në kry aty. Kja kam lutë, thashë, që si ka vu të flok, edhe i ka zjarë flok të, nërko që i flok nuk janë tiftu jashtë këto. A kanë vetëm flok për para, edhe a vu facileta dhe kam edhe këta. E kam fjallin a bukur me rujt originalitetin, është bukur me rujt originalitetin e lahuts, me kanë aty si gjithmonë
aja e dhe jise noshta, me ardhë edhe Shqipojnë që mundet mu pranu. Po thëmë ta vetëm si këshillë për ata që i bajnë ta instrumente, sepse është në vërtet gjëna për me hu e me pollut, si kjo se mundë me thana, dhe me në një diqa që e kena original, e kena paster, edhe që atë do me thanë se flet mënyrë për sosën, për kulturën tonë të thellë, edhe për identitetin e popullit shqiptar. Edhe herë, falë se shkova gjatë, vetëm se dum ju përshnet edhe herë, faleminderit që keni për këtë tubim të mrekullueshëm, edhe me zi shpresim nesër për me një edhe për promovimin e librit Kthimi. Zoti ju rujt e ju bekoj. Që këtu sonte kemi mes nesh rapsot të cilat vazhdojnë edhe sot traditën e çmuar të trashëgimisë shqiptare, lahutarët që me zanin dhe lahutën e tyne mbajnë gjallë eposin e kreshnikëve. Kanë të trimnis dhe të besës që janë trashëgua brez pas brezi në maljet tona. Në mesin tonë kemi lahutarë të cilët filluan rrugtimin me lahutën tashë ma shumë se një gjysmë shekulli, por edhe përfaqësues të brezit të ri, të cilët janë rrit e lind në Amerikë. Mi leuni që veç t'i përmes disa prej tyne. Këtu kemi me ne në publik kemi Nikol Ujken Junqaj, Kol Tomen Dedvukaj, Gjon Perkaj, Mark Ndue Gjonaj, Tom Gjurashaj, Luc Pjetri Gojqaj, Marian Lekaj Vezaj, Gjon Roku Lulgjuraj, apo se që njohim neve Gjon Jopa, Kol Prelotsi Lulgjuraj, Alban Marku Gjokaj. Disa pëjtune s'kanë mujt me marë pjesë, por si dhe qofti kem përmend. Lahutari i rallës është lind e rrit në cëm të Trieshit. Dashnin për lahutën ja trashëgoi i ati Gjergji. Notat e dala e i grishtave të ti shpesh kanë argëtuar pjesëmarrësit e logjeve dhe tenjave ku ai ka marrë pjesë. Zonja Zotni për ju sonte Tom Gjergji Gjurashaj. I lindur në Luhar, tjetëri lahutari cili e trashëgoi lahutën prej gjyshit. I ka përgatitur disa vargjet tina, ftojmë në skenë Gjon Marashin Perkaj. Me një duhet rokitje.
pajisisë. Ti shumë ke knua, dhe shumë ke qa, kur jem prej me turk e vra me shkja. Po ty t'ka hje kur këndon për timin, dhe që lullit e i zboletinit. Po gospodare, çfarë deshtet me t'grabit? Jo, bre në hut, jo, kur jo? Po mos do me nërmarë fishkën dhe kadaren? Jo, bre në hut, jo, kur jo? Po t'je lahuta e Lirjane, shqiptare, masoj Balkanët. Je kja shqiptare, dhe do të mete shqiptare, brez pas brezit dhe djarë pas djarit. Kjo s'është shtëpi, por minjer
shkojnë vin intelektual shqiptar, premtime rrena kur qohet ma pare. E ushtjefen i vezaj me gjithë plak, s'ka fuqio me kal flak. E pran muzeumi do hap divare, që groposo o marrë shqiptare. E ku janë emigrantet dhe në linja thret, tunden e shkunden konferenca shtypi, e o ku janë nismetaret, e nenën dhe tetën, ata në kry ishin vetën. Asështë dhe kjo vend linja e tyre, ku gjendet muzeumi i këti qifti që me vite sakrifica të mba e ngriti. Shoqatën e malësise ka zangriti. E u biznesmena parëm dhej, para ca vite, organizun Detroite konference historike. Harojnë lëfturin që kur ligjeruan, nuk mund të flisnin pa parë të muzeum. Ne mburremi për origjinen ton të lashtë, muzeumi i vezaj t'i pleqti ka zirë jashtë. Au tregoni edhe këtu bujarin zotri malsor, e u gjithse bashku muzeumi të venda hito. E u gjithë jetën, au gjithë jetën e migrim, kinim lërë kon
I lindur e I rritur në Michigan, ka filluar të merret me muzikë shumë I ri. Kur merr në dorë lahutën e çiftelinj, I ban të flasin. E kur merr mikrofonin në dorë, ka përcen edhe maljet. E di se e nini aq ose ma mirë se dhe unë. Zonja Zotri, Gjon Luzgjuraj. Ose në kësol ashtë djem dikur, ashtë lahuta varu në mure. Ose në kësol ashtë dikur, ashtë lahuta varu në mure. Këtë përnjohje shprehim vlerësimin dhe respektin ton të thellë për zotëni Nikol Ujkën Junçaj për kontributin dhe përkushtimin e tij të përvojtjen e trashëgimisë dhe traditës së lahutës, një nga thesaret më të çmuara të kulturës shqiptare, tashmë e njohur edhe nga UNESCO si pasuri e trashëgimisë sonë kombëtare. Për interpretimin dhe pjesëmarrjen në natën e lahutarëve organizuar në Michigan me 28 mars 2026 duke mbajtur gjallë frymën e ekipës shqiptare dhe identitetit tonë kombëtar. Me respekt dhe mirënjohje, shoqata lëtare Malësia e Madhe. Ftojmë Nikol Ujkën për këtë mirënjohje.